rubrikën e radhës. Kemi këndin në të cilin na pret Mediana Miftaraj, artiste e cila sapo ka përfunduar studimet në New Generation. Ajo do të realizojë disa piktura në thonjt e të ftuarës son. Dhe tani është momenti që menjëherë taftoj këtu në studio të na bashkohet. Ajo është soprano e teatrit, operës dhe baletit, dhe bëhet fjalë pikërisht për Grace Shametaj. Grace, mirë se vjen e dashur. Përshëndetje Antonella, më lejoni të përgëzoj për këtë studio kaq të bukur dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit e dashur, të ftoj të ulesh tek vendi ku do ta zhvillojmë bashkë bisedën, dhe unë ndërkohë miq ju ftoj të ndjekim sigletën dhe më pas të rikthehemi për të vazhduar me rubrikën. Atëherë, si jeni njerë të gjitha? Mirë se ju gjeta tek këndi ku do të zhvillojmë artin e thonjve. Sot të dashur kemi një temë që ka lidhje me realizimin e pikturave tek thonjt. Po, me rastin e festave. Me rastin e festave do të zhvillojmë disa mini vepra arti në thonjt e të ftuarës artistes son. Kështu që le të shohim një herë pak. I ka të kuruara për t'i pasur. Po, ka të bëra. Do mund të krijojmë diçka tek njëri prej thonjve? Po, tek gishti tregues mendoj se që mund t'i përshtatet një plak të bore. Një plak bore? Po. Në rregull. Pra do të fillojmë të realizojmë aty, besoj dhe për ty është okay? Po, patjetër. Okej, në rregull. Atëherë teksa fillojmë të realizojmë, pse pikërisht të ra, po meqense është një nga le të themi simbolet e festave. Po, është nga simbolet e festave dhe më duket më e përshtatshëm për modelin e vajzës që ka bërë. Në rregull e dashur, atëherë fillojmë nga puna. Ndërkohë Grace, është një intervistë paksa më ndryshe kjo besoj për ty. Teksa realizojmë një ndryshim tek pjesa e thonjve. Për pjesën estetike, sa e rëndësishme është për ty të kujdesesh për thonjë, sidomos? Atëherë, për ne artistët, jo vetëm nga ana estetike, por çdo gjë është e rëndësishme dhe duhet të jetë në detaje shumë e kuruar. Tek pjesa thonjve jemi jo vetëm tek kjo, por në çdo aspekt ne jemi pak të privuar, por të kapemi pak të pjesa thonjve që duhet jemi goxha të kuruar dhe jo të kemi gjërat e egzageruara, sepse neve i përshtatemi koncerteve, shfaqjeve, korave që janë bërë shfaqjet atëherë dhe ka roli që janë më specifike që duan një tipologji tjetër, një përkujdesje tjetër për thonjt edhe të privojnë le të themi nga disa modele, nga disa ngjyra të thonjve, apo në përgjithësi? Në përgjithësi, çdo gjë duhet të jetë natyrale, sa më thjesht dhe fine. Në rregull. Ndërkohë, kemi filluar me realizimin e thonjt, është hequr pjesa e ngjyrës. Po, pjesa e xhelit dhe ngjyrës. Në rregull. Do të vendoset më pas një bazë thjesht, baza do të jetë çfarë ngjyre? Unë mendova që thjesht ta lëm thonjë kështu, siç është. Po, në ngjyrë natyrale. Po, me ngjyrë natyrale, pasi fillojmë direkt me dizajnin. Në rregull, Mediana. Ndërkohë që Mediana vazhdon me realizimin e pikturës, nëse mund ta quajmë kështu tek thonjt, le të flasim pak e dashur për punën tënde. Një punë shumë e bukur. Është masta. Prej sa vitesh ke filluar me shfaqjet? Prej 4 vitesh jam bërë pjesë e teatrit, operës dhe baletit, ndërsa këtë rrugë kaq të bukur e ka nisur që në fëmijëri. Rruga e artit ishte, domethënë artit klasik ishte komplet rastësi, por më beso është një nga zgjedhjet më të bukura që kam bërë në jetën time. Besoj çdo ditë të pëlqen gjithmonë më shumë. Patjetër. Sidomos me realizimin e roleve, gjithmonë e më të rëndësishme. Mendoj që tashmë pa artin klasik nuk marr dot frymë, është si oksigjeni që ka nevojë. Roli më i rëndësishëm që ke pasur deri tani? Përpiqem që t'i përshtatem shumë roleve që marr përsipër të bëj. Por mendoj dhe do spikas rolin e mbretëreshës së natës, që e kam luajtur për gati 16 herë,
në Shqipëri dhe jashtë saj. Mbretëresha Natës është rol kryesor nga opera Flauti Magjik Mozart edhe është një rol që duhet të ketë shumë potencë edhe duhet t'japësh gjithë energjinë e shpirtit tënd. Së fundmi, gjithashtu ke qenë edhe në një rol tjetër. Bëhet fjalë për një rol i cili duket shumë interesant në pamje të parë, tek Il Travatore të Verdit, apo jo? Po, opera Il Travatore e Verdit është... Kam luajtur rolin e Inesit, realisht jam shumë e lumtur që pata mundësin të bëja këtë gjë, kërkon të tension në aq pak minuta të dhënë në skenë. Është rol jo shumë i madh, por në ato pak minuta ti duhet japësh komplet maksimumin për dhënë gjithë qënjen tënde tek publiku. Po, edhe besoj që duke qenë se ti je në vitet e para të tua, sado që le të themi ke bërë disa role, është shumë e rëndësishme që të japësh më të mirën, që të konsolidohesh në artin tënd, në punën tënde, edhe që gjithmonë më shumë të marrësh role sa më të bukura, sa më të rëndësishme, edhe që ndikojnë në zhvillimin e karrierës tënde, apo jo. Pjesa e përkujdesjes, sa kohë merr tek ty? Për imazhin në përgjithësi, jo vetëm për përkujdesjen e thonjve. Kërkon shumë, sepse çdo artist mendoj duhet të jetë i kuruar deri në detaje, përsa kohë që ne jemi gjithmonë pjesë e skenës, jemi gjithmonë në qendër të vëmendjes, duhet jemi të kuruar. Mendoj që është shumë e rëndësishme. E ndërkohë, po shoh që Mediana po kalon tek ngjyra e kuqe. Po. Çfarë detaj do përdor? Ngjyrën e kuqe do e përdor për shallin dhe për kapuçin. Në rregull. Janë të ndryshme simbolet ose personazhet që realizon në për pikturat e tua në thonjë? Po, janë të ndryshme. Mund të na thuash disa të tjera që realizon dhe që ti kërkojnë shumë vajza? Për shembull papagjyshat, mi kërkojnë shumë. Flok të bore, dizajn i thjeshtë që nuk është të hash shumë kohë. Po dizajni më i vështirë? Më i vështirë mund të them që është papagjyshi. Kërkon më shumë kohë, ka më shumë linja. Bëhet fjalë për këtë periudhë, domethënë në këtë periudhë kërkojnë këto. Po në gjatë vitit se ka tematika të ndryshme. Gjatë vitit kërkojnë lule 3D. Lule 3D ose lulet janë më të përhapura, pastaj varet nga pastaj varet nga preferencat e klientit. Se për shembull për Halloween besoj nuk kërkojnë më lule. Jo, nuk kërkojnë lule, kërkojnë kunguj. Ndonjë shtrig. Po, ndonjë fantazm. E ndërkohë Grace, vazhdojmë prapë bashk. Ti më the për disa nga rolet që ke marrë pjesë, disa role shumë të rëndësishme, disa role të para. Roli që do doje të kishe në të ardhmen e afërt, pse jo? Një shfaqje që do doje të luaje. Do doja shumë të bëja rolin e Xhanetës nga opera Elizir d'Amor. Mendoj që e gjej veten edhe më përshtatet shumë vokalisht. Ai është një nga rolet e tua që e shikoj që ja kam vënë syrin. Dhe shpresoj që ta realizoj. Po, për sa i përket projekteve të radhës, të cilat tashmë dihen dhe së shpejti do t'i realizosh. Mund të na thuash pak më shumë? Për momentin nuk mund të them dot se çfarë pret në vazhdimsi, por jam e bindur që do jetë një program fantastik. Dhe kur filloni me, domethënë, kur të fillojnë njerëzit të kërkojnë se për shfaqjet më të afërta që do të ishte? Ato dalin gjithmonë tek faqja e teatrit, që kështu për çdo një nuk mund të tregojmë, unë nuk përpoqa që të marrë ndonjë informacion më shumë miq, por duhet të qëndrojmë të updateuar në rrjetet sociale. Besoj janë të shumë të personat që ju ndjekin edhe... Ka diskutim, publiku është shumë i gjerë edhe ka një dashuri shumë madhe për të ndjekur operën. Reagimet që merr pas një shfaqje, si janë? Shprehet publiku i operës? Shprehet. Pasi ka përfunduar të takojnë nga afër ose të shprehin një kompliment, një vlerësim, ose qoftë edhe një kritik? Po. Përgjithsisht publiku është shumë i dashur. Ne arrim të marrim mesazhet
tona të artit që kemi përcjellur nëpërmjet duart trokitjeve. Pa diskutim që ka njerëz që vinë të urojnë për shfaqjen, mund të ketë ndonjë kritik, por që përgjithsisht është pozitive çdo pritje. Shpreha e pasionit, tregimit e rrethi i njerëzve të afërt, të ngushtë, ose thjesht i atyre që të rrethojnë, her pas here vjen me besim, por ka dhe njerëz që janë mosbesues. Mban mend përpara se të filloje konkretisht të punoje dhe ja tregoje këtë njerëzve që të rrethonin, sa ishin ata që të mbështesnin edhe besonin tek ëndra dhe pasioni jot, dhe sa ishin ata që të shtynin punoje më shumë edhe... Të them të drejtën, kam patur shumë, shtysa kryesore e këtij rrugtimi ka qenë mamaja ime, por më lër të përmend, nëse mundet, edhe pedagogen time Eva Golemi. Të dyja këto gra kanë qenë shtysat shumë të ndaja për mua, që ndonjëherë edhe në momente debulese kanë qenë parë që kanë thënë që vazhdo se ke potencial, ose vazhdo se do ta shikosh frutin e mirë të punës. Po nga bashkëmoshatarët e tu? Patjetër. Jam shumë e fat që jam e rrethuar nga një shoqëri shumë e mirë, të gjithë merremi me art, edhe jemi më shumë shtys për njëri tjetrin që të bëjmë gjëra të bukura dhe të mbështesim njëri tjetrin sa më shumë. Për sa i përket të gjithëre personave që thetë, njerëzve të afërt, cili është fansi ju të më i madh që gjithmonë fansi në thonë që të vjen në çdo shfaqje, mund të jetë një person i familjes ose një mikesh, një mik. Ka ndonjë person që nuk humbet asnjë nga shfaqjet e tua? Po, mami dhe zysha janë gjithmonë pjesë e pandarë. Besoj janë edhe përpiqen të jenë edhe kritike të drejta, që të zhvillosh edhe më shumë. Pa ato kritika nuk mendoj që do icja përpara. Fokusohen tek pjesa vokale, apo ndonjëherë edhe me pjesën e detajeve nga jashtë, edhe nga pjesa e paraqitjes? Të dyja, në fakt, i kam që duan dhe paraqitjen dhe vokalin, zysha do më shumë pjesën e vokalit, por që edhe paraqitja nuk mbetet pa, sepse duhet këndosh bukur dhe duhet dukesh bukur. Po, besoj këshillat e tyre dhe sugjerimet i ndjek dhe i dëgjon. I marr për bazë, gjithmonë pyes para se të bëj një hap përpara, sepse vlen edhe një mendim. Po përsa i përket emocioneve, sa ndikojnë ato tek ty? Sa emocione ke në çdo shfaqje që ti merr? Ka ndonjë shfaqje që të ka zënë më ngushtë, le të themi, nga emocionet? Ka qenë roli mbretëreshës së natës, duke qenë se është roli vështirë vokalisht, kërkon një intensitet shumë të madh. Edhe aty e kam ndjerë pak veten, por duke patur gjithmonë mbështetje dhe shtys, ja kam arritur me sukses. Emocione ka gjithmonë, emocione ka dhe një profesionist kur del në skenë, por le të themi që e rëndësishme është që këto emocione të bëhen dhe të mbeten të mira. Është përgjegjësi që të dalësh në skenë, që kështu mendoj që këto emocione do jenë gjithë jetën, deri në momentin që ti duhet t'japësh patjetër maksimumin tënd. Muzika operistike klasike në Shqipëri ka sjell emra shumë të njohur, që tashmë janë emra të konsoliduar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ke një që e vlerëson më shumë edhe që e shen ndoshta si një figurë, si një idhull tëndin? Të them të drejtën, kam shumë. Nuk mund të veçoj dot një specifikisht, sepse secili në drejtimin e vet është aty ku është, jo pa qëllim. Jo thjesht që i vlerëson, po që me të vërtet i ke si shembull, ose siç thash edhe unë si idhull. Të paktën që jo thjesht do doje, po që i analizon në çdo gjë të tyre edhe thua. Të gjithë. Të gjithë. Nuk i ndaj dot, sepse secili ka atë të mirën e vet. Dhe ndihesh keq nëse do të veçoje. Nuk i ndaj dot. Po në arenën ndërkombëtare që nuk janë emra shqiptar. Apo kam disa. Aty mund të më ndash disa prej emrave që janë ikona sot për sot, në përbot. Mendoj që i ndjek dhe për shkak se i përshtatën vokalit tim, mund të marrë diçka prej tyre. Është Nadine Sierra, Lizette Oropeza,
Janë dhe shumë të tjerë, po që këto të dyja i kam i ndjekë shumë. Në rregull, të kanë thënë ndonjëherë për një dashmëri me një prej emrave të tjerë të njohur në muzikën klasike? Apo deri më tani ke pasur një plotësisht identitetin tënd dhe asnjëherë nuk ta kanë lidhur me Nga ana e vokalit, në fakt më thonë që përafroj pak me pedagogen time, Eva Golemi, por që ndoshta ndikon? Ndikon sepse është po e njëjta teknik. Unë kam marrë këtë çelës që kështu mendoj që unë përpiqem këndoj në identitetin tim. Kemi zëra të ndryshëm, por teknika është po e njëjtë. Megjithatë mendoj që jemi në fillimet e tua dhe çdo vit do të zhvillohet edhe më shumë identiteti jote dhe do filloj të marrë një karakter tëndin. Po, por mendoj që ka të bëj shumë ana e pedagogut, Antonella. Nëse nuk do kisha pedagog të mirë, nuk do arrija dot të këndoja dhe të kisha rezistencë vokale. E kuptoj. Me Diana, ndërkohë, ne jemi drejt fundit? Po, jemi drejt fundit. Po realizohet pjesa e pjekës, si që i themi në gjuhë të thjeshtë, apo jo? Po. Që të qëndroj plaku i dëborës. Po, pastaj do i vendosim shkëlqysin. Po, që e bën që duket edhe më bukur, po edhe që mos të, le të themi, mos të fshihet ose që mos të fshihet. Po, të dalë edhe në pa detajet, më shumë. Ishte një realizim që nuk zgjati shumë. Jo. Për disa minuta, sa bukur mund t'ja tregojmë edhe miqve më pas ta kesh përfunduar, vazhdo e dashur, se edhe një hap i fundit në ndan nga përfundimi i kësaj pikture shumë të veçantë dhe të bukur. E ka realizuar shumë mirë miq edhe pjesën e ngjyrave që janë fiks të njëjtat ngjyra siç janë tek thonjtë e tjerë të Grace-it. Është hera e parë që realizon një pikturë Grace? Të them të drejtën, po. Përpiqem që ta evitoj pak pjesën e xixave, pa çka se mund të kem shumë qejf, po, mund të kem shumë qejf, por që jam e detyruar të bëj gjithmonë gjërat sa më natyrale dhe sa më fina. Megjithatë tani besoj keni periudhë pushimesh dhe festash. Po. Dhe është nga ato periudha që mund të eksperimentosh deri diku, mund të luash me ngjyrat edhe pikturat tek thonjtë. Kështu që besoj nuk do ta heqësh pasi ti u përfunduar. Antonella, prap mbetet ajo thjeshtësia. Po, duhet. Domethënë nuk unë personalisht nuk dal dot jashtë. Po, jashtë tipologjisë cilën je mësuar ti kesh duart edhe thonjtë. Do të përfundoj tani edhe në pjesën e pjekjes, miq të thojt, që të tregojmë rezultatin final. Një rezultat shumë i bukur, më bëri edhe mua të mendoj që të bëj ndonjë pikturë, pavarësisht se unë tani momentalisht i kam thonjtë shumë të shkurtër. Nuk e di realizohet. Mund të realizohet, po. Edhe tek thonjtë të shkurtër? Po, edhe tek thonjtë të shkurtër. Do të qëndrojmë bashkë pas emisionit. Ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare miq edhe rikthehemi. Jemi rikthyer miq, e ndërkohë po shohim thonjtë realizuar pikturën, që është shumë e bukur, nuk e di nëse arrin të fokusohet kamera e ta shoh rezultatin. Dhe ndërkohë me Diana ke bërë goxha krijime të tilla. Ka ndodhur ndonjëherë me ndonjë kliente që sapo ke përfunduar ka thënë, "Jo, shiko se ndrova mendje ta fshim"? Jo, në fakt jo. I kam pëlqyer. Gjithmonë? Po, i kam pëlqyer gjithmonë. I vin me ide? Kam kërkuar dhe kishte të tjerë. Vin me ide të qarta apo i sugjeron dhe ti? Varet, disa vin me ide të qarta, nëse disa e sugjeroj unë. Ka vajza që kërkojnë gjëra shumë të egzageruara apo në përgjithësi janë tek gjërat e thjeshta, tek pikturat të thjeshta? Varet, disa vajza kërkojnë vërtet shumë gjëra të egzageruara, ndërsa të tjerat jo shumë gjëra të thjeshta. Në rregull. Më shumë moshat e vjetra janë të gjëra të thjeshta. Po, moshat që janë zonjat kërkojnë gjërat e thjeshta edhe. Ndërsa vajzat e reja kërkojnë gjëra të ngarkuara, 3D, 4D.
çfarë nuk ka dalë, imagjino, ka ardhur koha të themi 3D, 4D dhe tek thonjë. Të thonjë, po pra. Grace, po ti je një kliente kërkuese për sa i përket për kujdeset së thonjve? Jam detajista. Dhe më thënë, unë jam nga ato kliente që të çmendin, e dua me përpikmëri çdo detaj. Dhe sa minuta zjat një seans tek... Sa orë? Sa orë? Që të përfundohet dhe çdo gjë të dalë si çdo ti? Zjatë. Besoj janë 2-3 orë të mira. Pra, i dalin djerës të ftohta. Dhe thot hige mos majde më. I sot, shikon, fat e fat, sepse nuk u tregua fare le të themi... E mbajta me hatër. Që të bëj thot fshije ose... Vajza ishit shumë të mira. Faleminderit që ishit pjesë e rubrikës. Faleminderit Antonella. Suksese në projektet e radhës e dashur. Uroj që rolet të cilave ti ua ke vënë syrin, të realizosh sa më shpejt dhe sa më mirë. Faleminderit. Edhe për ty e dashur, punë të mbarë, sa më shumë punë edhe me kratë të leta. E ndërkohë miq, pasi përfunduam bashkë këtë rubrikë, është momenti për rubrikat e radhës. E tani, Iva ju pret me një rubrikë shumë interesante. Ne do të flasim tani për detajet e dasmave, e thash edhe në fillim të programit, dhe do të tregojmë se cilat janë disa prej atyre punimeve të bukura që mund të realizohen në këtë periudhë të vitit, por për dasmat që bëhen tani në dimër, sepse edhe detaje ka shumë, edhe sigurisht me ndihmën e profesionistëve dhe atyre të cilët merren me këto krime, të gjithë çiftet do ta kenë më të lehtë. Tani është momenti që të ndiqni sigletën, edhe më pas do të kthehemi këtu në studio.